Që pengoj në punë tuja, se këta s'bin dakord për mua. Sepse, si që more vesh, 30 milion orë ka humbë populli i Kosovës duke pa gjatë një muaj, kanë jo në ditë 1 milion kosovarë kanë ndjek parlamentin. 30 milion. 30 milion janë barabartë me 3700 ditë. 3700 ditë. 24 orëshe janë të barabartë me 12.700 ditë tetorëshe. Për një punëtor që e ka normën mesatare 24 metra kuadrat mur, janë barabartë me 9 milion metra katror mur. Dhe mrame ktheva, humbjen që i kanë shkaktuar popullit, e ktheva 9 milion metra katror janë barës me 37 gjimnaze, me abon të reja, Kosovare. Mos pjesë ma shumë se për në del marane. Jo, ta misë dhe me thonë, do m'ja vendosë... Po, me inderuar gazetar, me kënaqësi do t'ja kisha dhëru parlamentit. A parlamentit a Gjergji, se t'i dhëru Gjergji tashtë? Jo, Gjergji më mori mu me piskama, stërnip, të pres stërnip i Sadrim Prishtin, sjele për kënarën timet liris, sepse kokat e tyre janë ashtë të meshme, sa du t'a keni për kënare brenda në salë. Dhe më tha, për kënarën e vogël, sjele, mund t'ju atërgoj, për t'ja dhanë, bestrim, hajde, ta maj afre bestrimin, se kam kraun e djath. E bërë vërë se je, bestrimi, që ku ka me... është kraun e djath. Kjo është kryetar i Lëvizjes Skënderbeu për Kosovën, unë kryetar për Shqipërinë. Ja se si, mund të hapish. Unë e veta? Po mërë jeshtë shpije, ja se si e sola, po t'ishte zjedh kryetarja parlamentit, ja si e sola për t'ja dhënë dhurat kryetarës parlamentit, simbolin e lirisë. Pas ka dhe shpatën e Skënderbeut? Jo, i kam këtej shpatat, por ja ku kam flamurin e Skënderbeut, ja kjo është flamuri. I Skënderbeut? Po, flamuri origin, ma e bestrim po deshe nga brenda kapete, kjo është flamuri. Këtu në Kosovë nga trojnë këte që jahudit e kanë marrë në 29-ën e kanë vu simbol kombëtar. Ndërsa Skënderbeu këte simboli e ka pas që 1443. Më në është simboli ju, për në e kanë marrë? Po, e kanë marrë. Bile, do t'a dini mirë, 2 simbolet më gjigande janë gjithë në tokën e Kosovës. Simboli që quhet kryqi i Adolf Hitlerit, që është simboli liris, është gjithë edhe është 2000 sa vjeqar në tokën Derdane. Po shpotat ku i ki? Shpotat kërë? O besmirë, o bestrim, apo e rrotëllon makinën që të duken në kamer edhe të gjitha shpatat që kemi anë? Hetë të bo, zoti marë. Deshta me mor shpatën edhe me qitë? Po, me kënaqësi për 1 sekundë marim. Po e vendoshëm këtë bërë? Po. Po e vendosë, po e meritojnë, jo për në gjohë. Po, tash do shkojmë dhe të parlamenti. Se po ta meritojnë me kënaqësi u ajo. Kënej pas ka dhe shpatat, ha? E morë ti Sadri. Sadri, o kemi qanë jetë gjatë, o do t'a shkurtojnë jetën anti-shqiptarët. Se? E me gjithate, po t'a shkurtojnë jetën anti-shqiptarët, 3 fëmijët e tu, do t'jenë të lumtur që ti edhe jetën në kushte më të vështira se të luftës frontale. Lufta më e madhe që po bën ti tani, është lufta nëntokësore që mbulohet nga tradhtia. E vërtet? Hajde, ja po vjen, po... A mund t'i nxjerrë këtë shpatat mi përdor pak ajo? Po, pa tjetër. Okej, pa tjetër. Pa tjetër, qështë mund t'i përdojnë? Është në njërën, e tjetër është më tanë. Do të me pyshi se pse lozun me simbolet. Po, pse loz me simbole? Po, simboli i mbrojtjes e i përparimit e i dijes e i kisha pas dëshirë që të para Gjergj Kastriut i Skënderbeut, e kena bo ne luftën me shpata, me bo përsëri. Sadri djali, ku dush ti? Pre qiknejit ka mire nëse mundësh. Po i rokim njëherë shpatat, që ti të regojmë gjyshit tonë. Po dela nej. Okej. Ju lutëm, po gjirojmë. Sadri të rimi, merë edhe ti një, Sadri, merë edhe ti
Një qiftelie në akë në kanë Hajde. me lahut. Me rrët lahutën e ke Hajde, lahut Gjergj. madhe. A je Gjergji ti? Po, E unë kush? ti je Hamza Kastrioti. Ai që e ka tradhu Gjergjin. Po. Opa! Hop, Ti, e vale a shpata. Bjeri pa marak se, le të kërsosin sa të dun. Bjeri. E për t'ju tërgu njerëzve, se këto janë shpata, le të shpallim unë e ti armë pushim. Sepse edhe politikanë tu du të shpallin një armë pushim e vërtet është. edhe të lidhin një farë beslidhje, edhe Shumë e të vërtet. shpallin kryetaren, e të mos ja hani jetën këthi popli e kohën e Po punës. çka po të ishte gjallë Gjergj Kastrioti Skënderbeu, nështë ke dëgju kohën e fundit janë zanë disa tradhtarë, disa shpionat të kombit që kanë punu në ISES e kështu, çka do t'i bënte këtyre? Po të ishte gjallë Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Po, Gjergj Kastrioti ka qenë edhe në fushën e diplomacisë, ka qenë me famë, do t'ja kishte gjetë një mënyrë, dhe do t'i kishte blu si kokra drithin mëlli. Mëlli. Okej? Dhe do t'i kishte ba mill për qend e barive. Iku e para. Për disa tradhtarë tani në kohët moderne, populli shqiptar një gjë du ta dije. Me qenë sa është populli ekstra, tradhia do ta bëje pushim vetëm një herë në 10 vjet nuk punon kundër popullit shqiptar. Unë kur kam thënë, kur është pallë pavarësia, kam thënë, vetëm sot tradhia ndaj kombit shqiptar ka pushim. Ditë tjera punon. Tani tradhia ka rrit kulmin, nuk merret më me asgjësime fizike, por i asgjëson njerëzit me anë një po i themi pare. E vërtet e pse luni me se ti je skulptor, je artist, pse luni me figurat tona kombëtare? Çka ke atje? Po, Pse bën skulpturat Okej. tilla? Belgjika lëz me një figurë dhe e ka simbol një fëmijë që ka bë shurrën, e ka simbol kombëtar. Për arsye se ai fëmija gjatë luftës shurri një kabëll ku po shkonte energjia me hedh nerë Brukselin. Dhe e ka simbol kombëtar. Ne, e ata që e di ti, Se kena pshur kërkon? jo, ne, ata që kanë dhënë jetën, sinerojnë. Simbolet kombëtare sinerojnë. Ti mori ky bestrimi dhe më tha, hajde se promovohet në sheshin Skënderbej në Tiranë, në Prishtinë, shtatorja e madhe e Adem Jashari. Kur erdhe? Edhe kur erdhe, kur qatë shifja unë, E po një shator. edhe shtatorja është në fund shatorit të kulturës arabike, është në atë vend ku zakonisht në fund biznesit rrinë banjët. Po çka po të ishte Gjergj Kastrioti Skënderbeu gjalla ka luftu? Çka do t'i thënë te klerikëve fetar?